A keni qenë ndonjëherë në Kalan e Prezës, 277 metra lartësi, në një kodër 3 kilometra, në majën fundore të kodrës, nëse ecën në këtë drejtim, mund të hysh brenda Kalas, thash, është një nga kalat e bukura që Shqipëria e mesme ka. Kjo është dera e brendshme e Kalas, është hyrja me vijën e ujit dhe këtu hapet e gjithë pjesa e Kalas, është pjesa më interesante, tani nuk po hy në këtë drejtim ose po vi këtu. Sipër është xhamia, thuajse 200 vjeçare, në një anë është sahati, në anën tjetër shtrihet e gjithë Kalaja me 3 pika kontrolli, 3 kulla kontrolli, është 80 metra e gjatë, 50 metra e gjerë, nga njëra anë shef Tiranën, nga ana tjetër shef zonën e Durrësit. Është një nga kalat me pamjet më të bukura në këtë zonë, tash 277 metra lartësi dhe thuajse 600 vjeçare. Nëse jeni në afërsitë Tiranës, vizitojeni këtë vend se është absolutisht një prej pikave më të bukura në Shqipëri.